Nuk e zëvendëson asnjëherë. Çdo gjë të shika se zëvendësoj telefoni. Kartolina ishte i fakt, vesën shtëpinë bofe dhe rujse për shumë vite. A mund ta di kur ka qenë hera fundi që ke marrë një letër ose kartolinë? S'majt më fare. Kote fundit jo. S'kemë marrë fare. Fare? Ja. Sa vite mund të ketë ose muaj? Nuk maj mend, më thënë drejtën. Hera e fundit që kam shkruar një kartolinë ishte javës që kaloi për fundin e shkollës për babagjyshin. Si shoqërimi e Desa, kur ishim në shkollë bën një kartolinë për babagjyshin. Po bën disa vjet që kur kam qenë në gjimnaz. Se majmen për zotin. Dje. Ka vite që s'kemi çu kartolinë, që kur kanë dalë telefonat. S'madh men ka vite, po thuj se kam qenë klasë 8. Çdo vit? O, shumë vite para. Nuk e mbaj mend, po kohë e partisë punës ishte letra dhe kartolinave. Buca kohë, fakt. Që para 30 vjetësh, 35 vjetë. Për Krishtlindje. Para jave. Se di se mbaj mend. Kam një 2 vjetër për kartolinë deri 9 vjeçar, se na kam zboca për 7-8 mars e kopto për prindit. Ko shumë ku, 14 mars. Kam pas eksin tim me thonë, edhe i kam shkrujt gjë romantike dhe ajo ka qenë era fundit që edhe nuk shkruaj më. Po me sa maj men unë, do më thëmë për para se me dalë telefona, para ja 30 vjetësh, noshta. Se mbaj mend, për shumë kohë më parë. Shumë vite. Era fundit ka qenë 2024. Ka vite shumë vite. Ka ja 30 vjetë. Jo, s'kemi marrë, kemi shumë kohë që s'kemi marrë. Para 5 vitesh. Doni se ka ik koha e kartolinave e letrave? Jo, koha s'ka ik, po. Njerëzit kanë filluar me celular tash, kështu që Iko njerëz zhilleku. Sistemi i ri na shkatërroi dashurinë njerëz zhilleku. jo, është gjë interesante dhe e bukur. Fatkeqësisht po, ka ikur. Çdo gjë të shika se zëvendësoj telefoni. Ja, kartolina ishte i fakt, vesën shtëpinë bofe dhe rujse për shumë vite. Përse mesazhin kot, kjo si duket, i thoni fjalë sa me largojnë, po i çoj mesazh. Ja, jam më emocionuar atë. Base si zvendësojnë, por është gjë më praktike, tak, shkruan edhe. Secila ka të bukurinë e vet. Jo, as pak. Ndoshta. Po, më mirë. Besoj se po. Nuk e zëvendëson asnjëherë. Absolutisht jo, asnjëherë. Një letër e shkruar vet e kam mesazhin dhe dashurinë shumë më të madhe se sa një mesazh i dërguar online. Absolutisht jo. Sidomos humbja e letër këmbimit është një humbje e madhe. Jo vetëm për personat që e shkruajnë atë, por edhe për mesazhet që zakonisht përcjell letra. Asnjëherë. Jo, absolutisht. Po. Jo, nuk e zëvendësoj. Çfarë ndryshimi ka? Maj drejt për drejt. Kartolinat nuk ato çka po i shpreh. Me mesazhe po shprehesh ma lehtë. Pas emocion të veçantë, më përpara kartolina kur o çante me past. Tash është çdo gjë me kompjuter, s'ka më me dorë artizanat. Po varet, mesazhet janë më të bukura se kartolinat. Mesazhet. Kanë më shumë emocion mesazhet apo? Po pse mendoni ka qenë më bukur atëherë? Më bukur. Tani është ndryshe, po ka qenë më bukur kur dërgonte një kartolinë apo një letër, sikur kishte më shumë vlerë. Faleminderit.